mund të them që i përkas një gjenerate të pedagogëve të universitetit, e cila është edhe produkti i zhvillimit të teknologjisë, sepse fal edhe shumë siteve pirate. Kemi bërë universitet me ato sajtet pirate, libra pa fund. Libra pa fund. Ne kemi krijuar biblioteka personale, na ka dhënë një lloj hapësire të cilën fatkeqësisht institucionet tona edhe për shkaqe të natyrës financiare nuk e kanë pasur të mundur t'i ofronin gjitha. Na ofronin. Edhe është demokratizuar edhe aksesi, është demokratizuar edhe aksesi në dije, është shumë më e rëndësishme kjo. Shumë vërtet. Po, përpara se të kalojmë tek tematika goxha të rënda, po që do t'i trajtojmë me shumë delikatesë dhe lehtësi, si pupël do t'i trajtojmë. Për t'i bërë të kuptueshme dhe të perceptueshme. Po përpara kësaj, do të pyesja patjetër në rolin e pedagogut, njeriu që ka çdo ditë kontakt me brezin e ri, me profesionistët e ardhshëm, lidhur me raportin që ata kanë sot me përdorimin e mjeteve të inteligjencës artificiale dhe si përqasesh ti kësaj tendence. Do të thënë, a mendon që ChatGPT-ja i ka bërë studentët më budallënj? E thënë ndryshe. Sepse i ka bërë më dembela. Prandaj i ka bërë më budallënj. Jo se janë budallënj, po nga që i ka dembelosur, i ka pasivizuar edhe vjen edhe kjo. Nuk them që i ka pasivizuar, por në radh parë problemi i përqendrimit është ai problemi madhor që sot haset në gjeneratat them 19-20 vjeç, por edhe në gjenerata më të rritura. Problemi i përqendrimit në kuptimin e asaj të qëndrimit për një kohë të caktuar, le të themi 50 minuta për të dëgjuar një orë mësimi, një orë leksioni ose dhe thjesht për të lexuar. Ky është problem shumë i madh. Efekti më negativ ka qenë është përdorimi masiv i kopjes. Ky është problemi i madh. Por më kam vërë vjet duke bërë një leksion politikën e jashtme amerikane, diçka e tillë. Një prej studentëve të mia po mundoheshet të më ndiqte nëpërmjet ChatGPT-s. Si po të ndiqem? Domethënë i bënte rimerte pyetjet ose çështjet që unë shtroja në leksion dhe i riprodhonte me ChatGPT. I pyeste chatin. Duket i merrte përgjigjet dhe i ruante diku për t'i pasur si një formë leksioni narrativ për të studiuar. Ishte një mënyrë e optimizimit kohës në studim. Megjithatë unë nuk e quaj shumë optimale. Zakonisht si thosh, sugjerimet e mia kanë qenë teksti, leksioni, slajdet në qoftë se ke mundësi. Pra kjo ka qenë kjo triada e studimit. Tekstin kuptimin e bibliografisë. Jo, teksti bazë. Teksti bazë, jo bibliografia. Tekstet bazë. Fatkeqësisht e jemi reduktuar në një tekst bazë ose maksimumi 2 ose 3. Tash unë nuk dua të jem modest ose të shpjegoj periudhën në cilën unë kam studiuar kur Ti ke studiuar në Torino, Unë kam studiuar në Torino, në Milano dhe në Bari, si puna ime kanë studiuar me mira student, Italia ka qenë shumë e aksesueshme për të gjithë. Megjithatë, aso kohë, flas për vitet 90-2000, kishte filluar kufizimi i sasisë materialit. Mbajmë një profesor histori i cili vjen i mllefosur në auditor, ishim rreth 200-300 student, dita e parë e leksionit histori kontemporane, e thotë, është marrë vendim departament që të ulet numri i faqeve të studimit ose kufiri maksimal të diku 1000. 1000 për semestër. 1000 për një lëndë, për një semestër, po. Unë nuk jam dakord, megjithatë nuk kam çfarë bëj, por keni parasysh që në provimin final do të jetë relativisht i rrept. Dhe ashtu ndodhi. E paralajmëroi të gjithë studentët. I paralajmëroi të gjithë. Sot është thuajse e pamundur, por në anën tjetër mundësit për të qenë të paktën për të pasur një njohje minimale, flas në rrafshin e shkencave shoqërore, janë shumë të mira. Problemi është që teknologjia edhe ofron mundësi ndërtimit të një dije të përgjithshme, kulture të përgjithshme,
esenciale. Megjithatë është edhe shumë biased teknologjia, është shumë e paragjykuar në bazë të filtrit përmes të cilit të ofron informacionin. Absolutisht, po sot dhe ky është problemi që njerëzit, kjo është problemi që njerëzit se kuptojnë fakt. Jo, unë besoj dhe kjo është tërësisht mendim personal që teknologjia është e gabuar në duart e njerëzve të gabuar. Se kush di ta shfrytëzoj në formën e duhur, merr përfitime maksimale. Si thua ti? Profesor Kleti. Ka qenë nuk e di në cilin, të ka qenë një libër historie sociale dhe tregonte një detaj se si diku në vitet 800 një person I cili kishte lindur në një shekull ku s'kishte ku njerëz lëvizin me puaj me karroca praktikisht. Po, me forcën e gjeneruar nga muskujt. Po. U përball me fotografin, po. Me trenin, me telegrafin, me motorin me havull, me motorin me havull e tjerë. Imagjino se çfarë goditje shoku mund të kenë provuar njerëzit, flas këtu e 150 vjet më parë. Por është e vërtetë edhe ajo që ne flas moshën time, ku ke fundi viteve 40-tave, afër 50-tave, ne kemi një gap teknologjik ose në përdorimin e teknologjisë më të madh se sa që kanë mosha që janë 20-30. Unë kisha një gap teknologjik me prindit e mi që nuk arritën kurrë të përdorin në mënyrë kreative flas kompjuterin apo mundësitë që jepte gjetja e informacionit në internet. Prindit e mi nuk e kanë arrit, nuk e bënë, ose gjyqja ime akoma hapte enciklopedin e Elbasanit. Çka kishte kjo enciklopedia? Ka enciklopedi botuar diku nga vitet 80, enciklopedia e Elbasanit. Gjyqja ime ishte nga Elbasani dhe për efekt të nostalgjisë. E kuptoj. I gjente informacione. Po du të them që çdo gjenerat do përballet me një zhvillim teknologjik. Nëse teknologjia do arrijë se tush të prodhoj fundin e historisë apo zhvillimin final për te të cilit pastaj nuk do ketë më kuptim ose do ta zëvendësoj biologjin e njeriut, kjo mbetet për tu verifikuar. Gjasat ose hipotezat kanë të paktën 20 e ca vjet ose qarkullojnë prej 100 e ca vjetëve e gjithë letërsia fantashkencore në flas për vitet 20-30 që me Jules Vernin përpara Po, që me Jules Vernin 20.000 lega në det rreth botës për 80 ditë. Po edhe më vonë, çdo zhvillim teknologjik i ka bërë njerëzit fantazojnë për në fundin e historisë. Mbaj mend një autor Marian Hysen Begas, më duket e ka emrin, I cili ka qenë shumë aktiv në vitet 80. Shqiptar, ka shkruar disa libra për fantashkencor dhe një prej atyre librave është fantashkencor. Ne mbaj mend titullin, po të paktën ngjarjet zhvilloheshin diku në Durrës. Dhe natyrisht konteksti ishte pa I luftës ftohtë, I fantazive të armiqve që vinin nga ajri, nga deti, nga toka, por ishte një socializëm I hiperzhvilluar, me I hiperteknologjik, në cilin kontrolloheshe edhe rreshtet e shiut që pastronin qytetin, kontrolloheshe dielli etj. Dhe edhe në një hapësirë ose edhe në vitet 80 në kulmin e një varfërie materiale, gjithmonë është fantazuar fundi I historisë. Po megjithatë ndjes sekond, ta bëj edhe këtë pyetje duke qëndruar sërish tek teknologjia, duke qenë se te fundi I historisë do ri po në një këndvështrim tjetër. Duke qenë se kemi dëgjuar shpesh që lufta po fillon gradualisht, po do jetë një luftë teknologjike. Sa e beson këtë? Unë po aktualisht po merrem me studimin me luftës parë botërore, por në kontekstin e Shqipërisë për një segment caktuar të interesit tim. Dhe ajo që po perceptoj nga lexime të ndryshme është që lufta e parë botërore ka qenë luftë teknologjike. Mos e më saktë, që nga shpikja ose lufta ka qenë gjithmonë teknologjike.
shkalla e shkatrimit e bën se thoshe e parafron impaktin e teknologjisë me rezultatin, pra edhe me impaktin që neve na lën në kokë. Pra lufta ka qenë gjithmonë teknologjike. Lufta bazohet mbi se thoshe avancimin e teknologjisë civile, e cila i aplikohet më pas konfliktit, ose e kundërta, çdo zhvillim teknologjik i cili përftohet për gjatë luftës, më pas aplikohet në sferën civile. Në sferën civile. Në fakt edhe interneti për shembull është shpikje e inteligjencës ushtarake. Po. Apo jo. Dhe pastaj u bë për përdorim civil për të gjithë. Gjithmonë mes teknologjisë përdorur në rrafshin civil dhe asaj në rrafshin ushtarak nuk ka në një ndryshim shumë të madh, për të thënë ato që zakonisht ushtrit moderne ose në përgjithësisht ushtria, po flas që në periudhën e Romës lashtë, se pastaj nga Roma e lashtë deri në shekullin 19 kalon shumë kohë, por ushtria në Romën e lashtë ishte një miniaturë e shoqërisë, dhe sot ushtrit janë projektohen si miniaturë shoqërore. Pra, potencialisht një ushtri mund të përmbush të gjitha funksionet bazike me të cilat ne përballemi sot, ndërtim rrugësh, teknologjia, spitalet, çfarë do lloj gjëje që ti mund të mendosh, komunikimi një ushtri potencialisht ka mundësi ta përmbush. Pra ushtria është një sinteza e një rendi politik shoqëror në të gjitha format e veta në miniaturë. Interesante. Në fakt Kledi doli shumë mirë në fakt përmes pyetjes së. Më fal, ajo pyetja jote është shumë interesante sepse praktikisht ajo që ti urreke të thoje është nëse se thosh teknologjia do të zëvendësojë njeriu. Kjo është pak a shumë patjetër, sepse ne jemi ditë pas dite duke dëgjuar skenar nga më të ndryshëm lidhur me për të bërë pak analogji historike.